Gjithë kush dika në dënë për një arsye e meve në dojnë me në pa që atë jenë krye me që kesh ndorë ty javë fry juve koca juve dosta ty javë rebosa a dua dashni njëri tjetër ty jashni ju rishi që që droga i shumë shpejt kini vri ja kiti futbi në majtë kur finore ndo këtë kini met si në zonë canë filore tu shit gangsta. Geraldo Biba është personi që sot ka tërhequr zbar burin që pretendon që është pronari tokës në Zvërnet. Geraldo Biba i Major Securities ka tërhequr zvar, po më vin akoma mesazhe me informacione për këtë. Geraldo Bibën, ky që në 2012 pas ka dalë Mister Durrësi, e deri atëherë mendonte se ishte më i bukur i Durrësit, ndërsa sot mendon se është më i fortë i Shqipërisë dhe që mund të rrafi dhe të tërheqë zvar qytetarët shqiptar. Me sa pash në faqen e këtyre, sepse normalisht më bëm blog, sepse i kam ekspozuar dhe në Instagram me numër telefoni, që si Google është free, mund të veni dhe t'i gjeni të gjitha informacionet e Major Security aty. Gjithë këngëtarët tonë të preferuar punojnë me Major Security që t'i mbrojnë. Kështu që unë mendoj, edhe ju bëj thirrje të gjithë artistëve, të gjithë këngëtarëve që ta bojkotojnë këtë kompani, sepse një kompani që merr zvar qytetarët shqiptar nuk është një kompani që meriton të ketë suportin tuaj, që jeni këtu ku jeni nga suporti ynë. Kështu që bëni kujdes njerëz, e keni marrë informacionin, unë thjesht shpresoj që Geraldo Bibën ta gjej ajo që i ka bërë këtij burri sot, duke e tërhequr zvarr dhe duke marrë peng në tokën e tij.